Mirë se u rikëthyt në këtë pjesën e emisionit. Sot kam kënaqësinë të kem një personazh shqiptar shumë i njohur për publikun. I njohur sepse ai është një aktor teatri dhe kinemas. Kam kënaqësinë të kem në studio Ndriçim xhepën. Amos Zaria. Mirë se erdhe. Përshëndetje Amos. Si të kam, si e? Shumë Si mirë. ndihesh? Ndihem shumë mirë, pak i lodhur në fakt, sepse sa vi nga një shfaqje që shumë impenjative, por që kjo është jeta ime, kështu që unë e bëj me shumë qejf. Është lodhje e bukur. Patjetër, më tregon më shumë për këtë shfaqjen që sapo ka mbaruar. Atëherë ne bëm premierën në Durrës. Kjo është një pjesë dramatizimi i Anisa Markarian të librit të saj, besoj të njohur 15 ditë prilli. Bëm premierën në Durrës, pastaj erdhëm edhe në Tiranë, ku salla 4 ditë ka qenë sold out e gjitha, dhe është pritur jashtëzakonisht shumë mirë, me regji të Driada Dervishit, dhe shumë kritik, po themi, të artit tonë, që mbase kjo është shfaqja më e mirë që Driada Dervishi ka bërë deri më sot. Kemi një insert që kemi përgatitur, ta shikojmë dhe pastaj vazhdojmë bisedën tonë, mirë? Exactement comme ça. Si të duk vetja në këtë insert që sapo pam? Shumë faleminderit për insertin. Se po buzëqesh? Po sepse shikoj vetën dhe them, ky aktor i famshëm. E mira është me qenë sido që tjetë me këmbë në tokë edhe me qenë sa më shumë modest kur vjen puna të paturit si tu është një profil deri diku publik. Kështu që unë përpiqem të jem shumë modest për jetën edhe për karrierën time. Po, duhet. Duhet jesh modest, po duhet edhe nga njerë ti bësh edhe pak qefit vetës, mund të themi kështu, sepse ti nuk është që e ke vetëm pasion dhe ke filluar dje të ishe një aktor, po e ke trashëgimi, ndoshta, ke një familje aktore dhe aktrimi mendoj është një nga vlerat dhe nga talentët më të bukura që një individ mund të ketë. Po, dëgjoj, aktrimi ka hyrë në jetën e njeriut që kur është shpikur njeriu, është shpikur edhe aktrimi vetë, sepse në një farë mënyrë aktrimi është edhe një mekanizëm vetëmbrojtje, edhe një mekanizëm për të mbijetuar në një farë mënyre. Por kur kthehet në art, pastaj është diçka tjetër, sepse funksioni nuk është më thjesht mbijetesa, po funksioni është që të përçosh ide, filozofi, tema sociale, etj. Kështu që besoj se aktrimi vetë është në funksion të njerëzimit. Sa shumë e rëndësishme është puna dhe aktrimi për ty sot? Aktrimi për mua është jeta ime, që është e vërteta. Do më thënë, unë e kam nisur aktrimin shumë i vogël, diku tek mosha 12 vjeçare, dhe që atëre e zbulova se çfarë do bëja me jetën time. Dhe unë kam këtë moton që nëse do të bësh diçka me jetën tënde, fokusohu tek vetëm një gjë, se nuk ke mundësi ti bësh të gjitha mirë. Kështu që unë përpiqem të fokusohem vetëm tek një gjë dhe vetëm tek ajo të çoj gjithë energjitë e mia, si më thënë. Po si kuptove që mund të kishe qenë një aktor i mirë? Nga feedbacku i njerëzve, do më thënë ti e bën. Do më thënë hera parë, kur unë kam aktuar, kam qenë diku të 12 vjeç, e bëra, më shijoj shumë dhe pastaj shumë njerëz të cilët e panë filmin, thanë që ti duhet vazhdon shmeresh me këtë punë, sepse ajo që ne shohim është, si thua, na pëlqen, vjen tek spektatori. Kështu që ky ishte një input, ky ishte një sinjal për mua, si më thënë, që më bëri që ti përkushtohem kësaj gjëje. Mbase është edhe familja, se në mënyrë domosdoshmë në një farë mënyrë të bëhet, që i vogël shkoja shumë teatrin, ndiqja Yllkën dhe u dashurova me teatrin, me filmin, me këtë botën magjike. E mban mend eksperiencën e parë dhe emocionet e para për rolin e parë që ti ke bërë në shfaqje? Hera parë që unë kam dalë në shfaqje ka qenë në 2012, përpara 13 vitesh, dhe kisha një emocion të jashtëzakonshëm. Domethënë isha i njohur me setin e xhirimit, me filmin, e njihja mirë. Por teatri ka tjetër përgjegjësi, sepse në film, për shembull, nëse edhe ti gabon ose bën një lapsus përpara kamerës, mund të rikthehet edhe bëhet prapë më para. Por teatri nuk ta lejon këtë gjë. Je tek pull përpara 500 vetave që të shohin, dhe nëse ti gabon, nuk ka më kthim brapa, nuk ka më. Çfarë bën në këtë rast? E ke gabuar nganjëherë? Lapsuse ndodhin pafund, po frika ime ishte edhe një përgjegjësi shumë e madhe, domethënë sepse isha me aktor, me kollos edhe me njerëz me vlera të jashtëzakonshme, edhe kisha shumë emocione dhe mbaj mend për shembull herën e parë që unë kam dalë në skenë, dridhesh ai tëri nga emocionet, por me kalimin e kohës njeriu fillon edhe mësohet dhe ambientohet me skenën, dhe kështu ka ndodhur dhe me mua, dhe tani për shembull kam një lloj përgjegjësie përpara se sa të dalë në skenë, po është kënaqësi tashmë. Si e menaxhon tani? Tash emocionet nuk janë më për se si do të dalë, po emocioni është
të bëj më të mirën e mundshme, sepse ata njerëz që kanë ardhur dhe kanë vendosur që këtë 2 orë të kalojnë në teatr, kanë ardhur që të kalojnë një kohë cilësore. Dhe unë jam aty për t'ua bërë të mundur këtë gjë. Kështu që unë përpiqem, kam përgjegjësi shumë të madhe, si më thënë, përpiqem shumë që t'jem sa më i saktë në gjërat që bëj. Si përgatit një ditë përpara një shfaqje të rëndësishme, sepse mendoj që ke një jetë mjaftueshme e angazhuar dhe momentet të para përpara një shfaqje, mendoj që janë ato momentet që ka më shumë kaos. Si përgatit veten tënde? Vjen një pikë pastaj që të kthehet në rutinë, domethënë ti e di shumë mirë se çfarë do bësh, e di shumë mirë se ku do shkosh, e di shumë mirë se çfarë do ndodhi pak a shumë. Po nuk e diçka skarmantike që bën ose diçka çfarë? Diçka që bën që të shkojë gjëra sa më shumë bar. A tipi të bëj kështu uga buga përpara pasqyrës? Ndoshta nuk e di, aktorët çfarë mund të bëjnë. Ke shumë njerëz që janë kështu me fiksime, nuk është rasti im. E marr shumë qetë, tani më nuk është se bëj në një rit vudu përpara pasqyrës. Po që jo, nuk është se bëj. Thjesht zgjohem, ha bukën ku ta di unë, shkoj në shfaqje. Je qetë. Po, jam. Je qetë. Ndërkohë, besoj që ka qenë e kundërta, ku ke pasur rastin të ristoj me mamin Ylka Mujo. Në fakt, në shfaqjen e fundit luaj me Ylkën, me mamin, dhe madje kemi edhe një skenë deri diku dramatike së bashku. Është përgjegjësi e jashtëzakonshme të dalësh në skenë me Ylka Mujo, sepse Ylka Mujo është një emër që nuk ka nevojë që të prezantohet tek publiku shqiptar. Por unë e shoh Ylkën edhe në një dimension tjetër, atë të nënës, domethënë përveç aktores së madhe, unë e shoh edhe si maman time dhe është një miks ndjenjash, është edhe përgjegjësi, po është edhe kënaqësi, është. Ke më shumë përgjegjësi, ndjen vetën që do kesh më shumë kujdes? Ç'është e vërteta, unë kujdes kam gjithmonë punën time, sepse ta thash kjo është jeta ime, por përveç kujdesit është ajo që po thoja që është thjesht një kënaqësi ekstra plus thjesht në skenë me. A është një këshill që të jep mami në momentet këshilla po, patjetër, si kolege, më thotë ki kujdes tu, shikoj këtë momentin atje, po sikur kështu, domethënë sugjeron her pas here gjëra, dhe unë i mirëpres patjetër, por kjo është një ranë. Era tjetër them në herë them vetë, or mami, do më lësh mua edhe qoftë edhe të gaboj, sepse edhe gabimet në një farë mënyrë janë një lloj leksioni, nëse i merr ashtu siç duhet. Kështu që mua në herë më pëlqen edhe të gaboj me të dyja këmbët, nëse është nevoja. Vetëm e vetëm për të mësuar edhe për ta përmirësuar veten. Kush është gjëja që më shumë vlerëson nga Ylka si profesioniste dhe nga Ylka si nëna jot? Atëherë, si profesioniste, Ylka është një njeri jashtëzakonisht modest. Domethënë shumë njerëz thonë, po ti je një div aq e madhe teatrit dhe filmit, patjetër që duhet të kesh një lloj prezence ku ta di unë se çfarë, ndërkohë që Ylka është një natyrë shumë jashtëzakonisht shumë modeste. Dhe këtë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe për kësaj gjëje mësoj dita ditës. Ndërsa si nën, them që jam mbase njeriu më me fat në botë që kam patur mundësinë dhe vazhdoj ta kem këtë fat që të kem Ylka Mujon si nën, sepse është njeriu që jep dashuri në mënyrë të pakufizueshme. Edhe besoj se kjo është ajo që duhet bëj prindi me të gjithë fëmijët, me fëmijët. Është shumë vërtet. Ti ndërkohë ke edhe një motër që është aktore. Keni menduar ndonjëherë të realizoni një kinema të tre bashk? Një film në kinema? Një film në kinema, kjo nuk është në fakt në dorën tonë, sepse filmi është një medium që ka kosto shumë të mëdhaja. Po si ide? Keni pasur nganjëherë një ide? Jo, nuk e kemi pasur. Nëse do vinte do ta mirëprisnim, nuk diskutohet, por ne kemi bërë shfaqje të tre bashk. Vetëm se ajo që ndodhi ishte që në momentin që ne u parapërgatitëm për dëm premierën, filloi pandemia dhe u detyruam që ta pezullonin, sepse siç të gjithë e dim. Po, ka qenë më shumë e kufizuar dhe kishte qenë e pamundur edhe në realizim. Absolutisht. Kështu që domethënë ngeli, erdhi pastaj u shiruam, si më thënë, nga diktatura e COVID-19-s. Po ndoshta në kësaj mund të vijë diçka tjetër. Po, në të ardhmen patjetër që jemi të hapur që të punojmë bashkë, dhe patjetër që është kënaqësi shumë e madhe. Sot po punon për një operë teatrale? Po përgatit diçka interesante të bukur? Po unë fakt sot filloj një projekt tjetër me Teatrin Metropol. Po na trego. Historia e çuditshme e qenit quhet, është një vepër që njihet shumë mirë në Angli. Po. Flet për një djalë në spektrin e autizmit, i cili gjen një qen të ngordhur dhe përpiqet të zbulojë se kush është autori
i vrasjes. Vrasjes. si me thënë. Dhe rrugës zbulohen shumë gjëra, por është një pjesë shumë e njohur në Britani dhe me shumë kënaqësi e mirëpres që të vijë në Shqipëri, sepse besoj se do të jetë një dramë shumë interesante. Në çfarë date do filloj? Ku do ta shikojmë? Shfaqja besoj do të jepet me datë 25 prill, pra ne kemi thjesht një muaj kohë për të bërë një punë kolosale, megjithatë unë jam optimist dhe mendoj që shfaqja do dalë shumë mirë, sepse ka një cast shumë të mirë aktorësh, të cilëve nuk do t'ja përmend emrat, sepse po harrova njërin, do t'i mbeti hapur. Një emër, vetëm një emër, mund të thuash një emër, një vajzë, një emër, një aktore. Emma Andrea. Luan, për shembull që Emma gjithashtu është shumë e njohur, ose Mela, që gjithashtu është drejtoreshe e teatrit Metropol. Atëherë ta mirëpresim mbas një muaji dhe jam e sigurt që do bëni një punë shumë të bukur. Ndërkohë, çfarë e bën një operë teatrale që ecën, të pëlqyer nga publiku? Çfarë është sekreti? Kush është sekreti? Nuk besoj se ka sekret. Mendoj që kur vjen puna tek arti, e vetme gjë që duhet të godas është një miksim i intelektit me emocionin. Domethënë unë kur shikoj një shfaqje teatrale apo kur shikoj qoftë edhe një pikturë, duhet të ketë një lloj diçka që të të intrigoj dhe që të të ngjallë emocion. Nëse nuk të ngjallë emocion, besoj se vepra nuk e ka kryer funksionin, sepse emocioni është jashtëzakonisht shumë i kërkuar. Domethënë nuk mund të ketë një vepër arti pa patur emocion brenda. E kuptova, varet, është një mix, mendoj. Po, në një farë mënyrë. Ndërkohë, je shumë i plotësuar si aktor, ana familjare, por amos sot, çfarë qëllim ka në jetë, çfarë objektiv? Diçka që s'ke akoma realizuar, ndoshta. Qëllimi im është të njoh Zotin, po për së gjalli. Bëjmë çik flasim pak në mënyrë reale. Në mënyrë reale, po flas edhe unë. Mendoj që të njohësh Perëndin, të paktën ky është qëllimi im si individ, për së gjalli është qëllimi sublim i çfarë do lloji jete. Të zbulosh Perëndin, se Perëndia është i kudo ndodhur, po ta zbulosh me vërtet ta shohësh. Po nga përveç Perëndia, po nga ana profesionale. Po ti e the vetë, domethënë që e shikon vetëm në të plotësuar ose ndoshta ka një rol, një film, një operë teatrale që sot se ke pasur mundësinë për të realizuar, po do të kishe pasur. Është shumë e rëndësishme në këtë profesion që ti jesh gjithmonë i uritur, sepse në momentin që ti je i tengopur dhe i vetkënaqur, atëherë misioni yt ka marrë fund, si më thënë. Kështu që unë përpiqem gjithmonë që ta mbaj veten të angazhuar dhe përpiqem mos të kënaqem asnjëherë me veten time. Nuk është se përpiqem, vjen natyrshëm, sepse them asgjë perfekte nuk ekziston në këtë botë. Pavarësisht bukurisë madhe të gjithësisë, por imperfeksioni është edhe ajo që na bën shumë interesant si qenie njerëzore. Kështu që unë them kërkimi, gjithmonë kërkimi. Do të thënë sot je i kënaqur ose nuk je i kënaqur? Unë jam duke kërkuar vazhdimisht. Okej. Po ka diçka sot që ndoshta je penduar në të kaluarën tënde, diçka që nuk do kishe pasur dëshirë të përjetoje? Dgjoj, jeta është një konglomerat rrethanash edhe situatash, në një farë mënyrë të gjitha janë bërë për njerëzit, kështu që unë nuk jam bërë pishman për asgjë në jetë. Jam falendëruar Zotit që kam pasur dhe kam këtë jetë që kam, dhe nuk mendoj kur që edhe situatat negative në jetë nuk janë thjesht për të të bërë të ndihesh keq, por janë për të të mësuar diçka. Asgjë nuk është kot. Po, edhe të përmirësojnë dhe të raforcojnë, mendoj. Po, në një farë mënyrë, po. Kush është fjala që sot i thuan vetes dhe këshilla që ndoshta kur zgjohesh mëngjes? Kur zgjohem mëngjes, shikoj faqet që ndonjëherë më bëhen si hamster dhe them mos ha darkë. Kjo është këshilla që i bëjmë. Po ti aktor, nuk flet asnjëherë me veten tënde? Unë flas gjithkohës me veten time. Pra, tërgoje këtë. Po, gjithkohës. Çfarë këshilla jep? I vetmi ndryshim midis meje dhe atyre që nuk e di, të spitalit psikiatrik është që ata flasin me vete me zë të lartë, kurse unë e bëj pa zë. Çfarë thon me zë të lartë? Ku ke mundsinë Nuk e di. Me zë të ullët. Po, ka gjithmonë një bisedë. Njeriu gjithmonë bisedon me veten e vet. Si shkoj kjo, po sikur kështu, po sikur ashtu, po sikur këtë, po sikur atë. Nuk e di.
ka një monolog ose një dialog të brendshëm njeriu që është pjesë e qenurit njeriu. Besoj se edhe ti flet edhe mendon me veten tënde. Unë mundohem mos i flas shumë vetës, se pastaj ngarkova akoma më shumë dhe le që të gjërat të rrjedhim kështu si I fut një vinë. zen, një meditim. I fut një meditim dhe një zen. Ta mbyllim me qërshin mbi tort. Me qenë që thamë që Amos sot nga ana profesionale është shumë e realizuar, nga ana familjare ka një familje të mrekullueshme, por nga ana kështu sentimentale, si është Amos? Amos është shumë i plotësuar. Unë u bëra pothuajse 4 vjet që jam në një marrëdhënie dhe jam shumë mirë, mashallah. Se nuk është mirë me marrë veten në sysh, por jam i qetë edhe besoj që kjo është një gjë shumë e rëndësishme në çift që të arrish të gjesh një lloj qetësie. Shumë vërtet. Nuk i dua fare këto historirat, jo xhelozira, jo skandale, jo këto budalliqe. Do shta në qendër vëmendjes. Nuk i dua fare. Do jeta private është jetë private. Okej, do me thënë nuk është një personazh publik i njohur. Jo, nuk është e njohur. Se unë nuk hyj shumë në rrjetet sociale, publikoj gjërat e mia dhe nuk është para shikoj shumë. Jo, edhe unë nuk merrem shumë, por në fakt nuk është bërë. Është një vajzë që e mban fshet, do ta mbash fshet. Nuk është se e mbajt fshet, domethënë në rrjetin tim miqësor, shoqëror ose familjar, ajo është e njohur, por është e njohur aty ku duhet të jetë e njohur. A mund të pyes kush është gjëra që më shumë vlerëson nga personi që ke në krah? Qetësia. Domethënë, mbase është e para femër në jetën time që nuk më streps nervi. Okej, kjo mundesh është diçka shumë e rëndësishme, sidomos për një aktor që ka një jetë mjaftueshme kaotike, një jetë të vështirë. Në fakt, duket sikur jeta e aktorit është jetë kaotike, sepse njerëzit e mendojnë ashtu. Gjithmonë në skenë, në ekran, po gjithmonë. Unë bëj një jetë shumë modeste dhe shumë të thjeshtë, nuk bëj fare jetë kaotike. Mbase është edhe mosha. Puna, në momentin që... Puna vetvete po është kaotike dhe është ashtu duhet jetë, është e bukur ashtu siç është, po jeta pastaj personale është shumë e thjeshtë. Po, të kam parë sepse jemi takuar disa miq barabartë për publikun që nuk e din dhe kam njohur një Amos shumë i qetë, shumë buzgaz, shumë pajisor dhe mund ta vërtetoj edhe unë që nuk të njihsha përpara. Ja urdhro. Amos, faleminderit për këtë bisedë kaq të këndshme dhe ne shkojmë në publicitet.